Sigurisht që kemi pasur sinqert thirrje për bashkëshortësi, pas gjithë atyre epiteteve jo të këndshme të adresuara nga zoti Kurti në drejtim të opozicionit. Apo ndoshta se keni patur për Lidhjen Demokratike. Shiko, nëse kriter është gjuha, besoni që ka qenë shumë e ashpër prej deputetëve të vetë LDK-s brenda Kuvendit të Republikës Kosovës ndaj deputetëve të vetëvendosjes në vazhdimsi. Ka qenë gjua shumë e ashpër e LDK-s në raport me partitë e tjera politike me cilat në vazhdimsi ka përfunduar koalicion. Tash nëse po ka quajtur Abdixhiku Hajvana. Që kjo është vështirë arsye për të kapur për këtë argument edhe për thënë që shikoj se ne nuk duam të bashkëpunojmë me juve sepse na keni thënë kështu se na keni thënë ashtu. M'fal, po kam bashkëpunuar me partitë e tjera politike cilët i kanë quajtur vrasës e kriminale ku ta diun çka dhe prap kanë gjetur mundësi për bashkëpunim. Nuk po du të flas për këtë gjë, por ama nuk mendoj që ky është argument i qëndrueshëm dhe që kaq seriozisht e ka marrë LDK-ja sa që në asnjë formë nuk dëshiron të bëj një koalicion me lëvizjen e seriozisht që ta keni Lidhjen Demokratike si partner. Ne kemi pasur shumë seriozisht ftesën që i kemi dërguar Lidhjes Demokratike të Kosovës. Madje këtë çështje bashkë me kryeministrin e kemi diskutuar edhe brenda grupit parlamentar. Edhe vetë si deputet kemi menduar që një koalicion i mundshëm i mirë do të kishte mujtë me qenë një koalicion mes vetëvendosjes dhe LDK-s. Pse mendoni që do të ishte? Sepse mendojmë që edhe duke bazuar në preferenca që elektoratet tona politike i kanë, edhe duke u bazuar në atë çfarë synojmë të shtyjmë përpara, kemi thënë rregull, mendojmë që LDK-ja mund të jetë zgjidhja për të bërë një koalicion për të ecur përpara në çështje që janë në interes të vendit. Megjithatë ju keni qenë deputet edhe atëherë kur s'ka funksionuar tamam. Sa shkoj një 50 e sa ditë. Po kemi pasur edhe atëherë kemi pasur figura të tjera politike, cilat kanë qenë në krye. LDK-ja ka qenë ndryshe po thu. Unë mendoj që tani do duhet të ishte ndryshe, sepse të paktën kështu na kanë lënë të nënkuptojmë me këtë refuzimin e prerë për të bashkëpunuar me lëvizjen vetëvendosje, nuk kam pa që është ndryshe dorën zemër, sepse mendoj që edhe vetë elektorati, edhe t'jeni të bindur që kam taku shumë qytetarë, cilët janë votues të LDK-s, e cilët kanë qenë shumë të dëshpëruar me përgjigjen cilën LDK-ja i ka dhënë në raport me ftesën e kryeministrit Kurti për të ulur. Do ta marrim përgjigjen edhe Xhema, vetëm një detaj në kuadër të kësaj, zonja Kryeziu Hyseni. A ka pasur takime informale, shembull për ta mundësuar një lloj komunikimi për koalicion të ardhshëm, eventualisht vetëvendosje e Lidhja Demokratike e Kosovës? A ka pasur takime informale që është fol dhe a ka pasur ofertë për Lidhjen Demokratike të Kosovës